5 mësime të jetës nga Aleksandri i Madh që vlen edhe sot. Ai nuk ishte thjesht një mbredh, por një vizionar që ndryshoi historinë. I lindur për të udhëhequr dhe i destinuar për të mbretëruar, ai nuk u bë legjend vetëm nga pushtimet. Në më pak se 13 vjet, pushtoi pjesën më të madhe të botës së njohur. Sot, ne nuk flasim vetëm për fitoret e tij, por për mësimet që la pas. Ja 5 mësime nga Aleksandri i Madh që mund të ndryshojnë edhe jetën tënde. Mësimi 1. Mos prit mundësinë, krijoje vetë, nëse nuk gjen një rrugë. Krijo një. Aleksandri nuk priste që historia t'i hapte rrugën. Ai marshonte përmes shkretëtirave, maleve dhe mbretërive të pamposhtura. Mësimi i parë. Mos prit që rrethanat të jenë perfekte. Vepro edhe kur duket e pamundur, ai nuk pranoi jo si përgjigje. Kur qytetet nuk e pranonin, ai çante muret. Kur rrugët nuk ekzistonin, ai krijonte udhë. Nga Theba në Egjipt, nga Gaugamela në Indi, ai marshoi përtej logjikës njerëzore. Mesazhi për ne? Nëse s'ke mundësi, krijoje vetë. Nëse dera është mbyllur, ndërto një dritare. Mos prit të vijë momenti i duhur, sepse momenti i duhur është tani. Mësimi 2. Një lider i vërtet udhëheq me shembull, jo me urdhra. Një lider i vërtet udhëheq me shembull, jo me urdhra. Ai pinte ujë pas ushtarëve të tij. Luftonte në vijën e parë. E dinte që respekti nuk blihet, fitohet. Edhe sot, njerëzit ndjekin ata që guxojnë të vuajnë bashkë me ta, jo ata që thonë shko, por ata që thonë e janë i pas meje. Leadershipi i tij nuk bazohej në frikë, por në respekt të fituar. Sot, në botën moderne, lider është ai që bën atë që thotë. Ai që frymëzon me veprim, jo me fjalë të mëdha bosh. Mos harro, njerëzit ndjekin shembuj, jo urdhra. Mësimi 3. Dija është arma më e fuqishme, dija është forca më e madhe. Para se të bëhej pushtues, Aleksandri ishte nxënës i Aristotelit. Ai nuk mësoi vetëm artin e luftës, por filozofinë, matematikën, politikën dhe kulturën e botës. Ai lexonte libra edhe në fushë betejë. Dinte më shumë për kulturat që pushtonte se sa armiqtë e tij. Edhe sot, në çdo fushë, dije fuqi, ai udhëtonte me libra dhe e konsideronte dijen si pushtetin më të madh të njerëzit. Mesazhi? Dija të mbron, të jep fuqi dhe të bën një udhëheqës të palëkundur. Mësimi 4. Mos e nënvlerëso kur kundërshtarin, mos e nënvlerëso asnjë kundërshtar. Ai përballej me armiq më të mëdhenj dhe më të shumë, por çdo betejë e konsideronte seriozisht. Mësimi? Humbjet lindin nga arroganca. Edhe njeriu më i fortë bie nëse nuk vlerëson rrezikun. Në betejën e famshme të Isus apo në Gaugamela, Aleksandri përballej me ushtri më të mëdha, më të pajisura dhe ndoshta më të përgatitura. Por ai nuk e nënvlerësoi kurrë askën. Ai analizonte çdo kundërshtar, çdo fushë, çdo detaj. Ai e dinte që arroganca është armiku më i madh i suksesit. Edhe në jetën tënde, mos i nënvlerëso sfidat. As njerëzit e thjeshtë. Sepse fitoria vjen tek ata që janë të përgatitur, jo tek ata që janë thjesht të sigurt. Mësimi 5. Trashëgimia është më e madhe se pushteti. Trashëgimia është më e rëndësishme se pushteti. Aleksandri nuk pushtoi vetëm tokat, por krijoi ura mes kulturash. Ai mbolli ide, qytete e vizione. Edhe pas vdekjes, emri i tij jeton. Pyetja që mbetet për ne, çfarë do lëm pas ne? Aleksandri vdiq në moshën 32 vjeç. Por ndikimi i tij vazhdon prej më shumë se 2300 vitesh. Ai ndërtoi mbi 20 qytete me emrin e tij. Përhapi kulturën greke në Azi, Egjipt dhe përtej. Ai nuk kërkoi vetëm lavdi personale, por krijoi ura mes botëve të ndryshme. E bashkoi perëndimin me lindjen. E la botën ndryshe nga si e gjeti. A nuk është ky qëllimi i vërtetë i jetës? Jo sa pushtet ke. Por çfarë ndryshimi lë pas? Aleksandri i Madh nuk ishte i përkryer. Ishte njeri me gabime e pasione. Por ai ishte një vizionar.
Një lider që frymëzoi me guximin dhe mendjen e tij në një botë plot zhurmë, ndonjëherë mësimet më të vlefshme vijnë nga zërat e së kaluarës. Pyetja për ty është kjo: çfarë do të thonë njerëzit për ty kur të mos jesh më? Çfarë trashëgimi e po ndërton?